jetën e vështirë që ajo ka pasur. Përshëndetje, zonja Parime. Në radhë partë falenderoj që je drejtuar redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur, prej një muaji je në qelë të hapur së bashku me djemët. Si është situata në këto temperaturat të larta? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Çfarë bën gjatë ditës? Ku rri? Ku ha? Ku vishesh? Ku pi? Ku shumë e në shpi, dhe që jo nipi, jo moqa, jo mbesa, jo. Ku lahesh? Ku lahesh? Po janë për ta njerëzit shkelin. E vështirë shpi, shumë e vështirë të madhe. Po nevoja tuaja personale së bashku me djemët, ku i realizon? Po janë për njerëzit tanë. Njerëzim të një njeri, njerëzit të tjetëri, që do bëjmë? E kuptoj. Çfarë ka ndodhur për para një muaj? Si ka mundësi se ju keni 20 vite me këtë konflikt? Po. Ara një muaj, da vjen për mbarimi, Këtim Koqia dhe Dalan Dalipi, po. Bashkë me një inspektor, Sajmir Mezinin, po. 2 policë të rajonit, edhe bashkë me këtë djalin e Xhaxhait, putën me forcë në shtëpi, pa na pyetur fare, na marrin zvarë të dy, djali ishte shtrirë se ishte i çmuar, unë më marrin atë do të ilaçe zgjencioni, më marrin më çojnë në spital. Më marrin më ora shpandimja. Isa gjatë pilat e pastaj. Kini për jashtë. Më çojnë në spital dhe më marrin 6 policë të koka. Po. Më bajnë aty një 3-4 orë. Djali në morën e çon me pranga në dorë, para shaka, në dorë pa shaka, me çorape. Edhe e çon në komisariat në para burgimit. Çka kishte bërë djali që të para burgimit, ai ishte i smur i shtrirë. Ma ka bërë dyrë të djali të gjë. Një terror i paparësh pa ta policia gjë. Na kanë trajtuar tamam sikur jemi armiq, dhe jo sikur jemi spital. Zonja Parime, më vjen keq për situatën që ka ndodhur, por duhet ju bëj disa pyetje se